Mësime islame, pjesa 2, dashuria. Allahu I madhëruar thot: Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum rahmanu wudan. Vërtet ata që besojnë dhe që punojnë mirësi e drejtësi gjithëmërshirshmi do të dhurojë dashuri nga ana e Tij dhe robërve të Tij. Dashuria është ndjenja e fuqishme dhe e thellë që të duash me gjithë zemër, duke mos kursyer asgjë, duke shprehur dashamirësinë për zemër në adhurimin ndaj Allahut të lartësuar. Kjo dashuri përcakton lidhjen mes robit dhe Allahut fuqiplot. Dashuria është një begati që nuk e njohin ata të cilët nuk e kanë shijuar. Dashuria e Allahut të lartësuar është që robin e Tij ta udhëzojë dhe ta drejtojë në dashurinë e plotë ndaj Tij, në atë dashuri që nuk krahasohet me asnjë dashuri tjetër. Dëshira për imoralitet. Ata që dëshirojnë të përhapet e keqja e imoraliteti të besimtarët kanë dënim të illit në këtë botë e në të ardhmen. Allahu e di e ju nuk dini. Surja Nur, ajeti 19. Kam përshtypje të gabuar apo vërtet kësaj shoqërie nuk I pengon përhapja shturjes. Dënimi I rënd është vetëm të dëshirosh përhapjen, po ta veprosh. Sikur ta lexonin paralajmërimin e Allahut në seriozitet. O Zot, mos na dëno, mos na sprovo, mos na poshtëro. Mirësia e Allahut. Wa kana fadlullahi alayka azima. Mirësia e Allahut ndaj teje është e madhe. Surja Nisa, ajeti 113. Kujto se si Allahu të zgjoi për ati që të qëndrosh në namaz e ta ndjesh lezetin, kënaqësinë e përshpëritjes, lutjes ndaj Tij, pra Allahut. Kujto se si të bëri të suksesshëm që ta kujtosh atë, ti bësh dhikr atij e të nxorin nga grumbulli I gafilëve të pakujdesur. Kujto se si Allahu ta mundsoi shkuarjen në xhami në errësirën e natës, ta largoi borxhin, ta mundsoi bamirësinë, ta mundsoi të ndihmosh jetimin e nevojtar. Kujto se si Allahu ta largoi të keqen e të shpëtoi nga shqetësimi, preokupimi, vetëm se ti je lutur me një zemër të sinqertë. Kujto edhe gjëra të tjera, ndalu e mendoj ato dhe falenderoje Allahun. Zoti im është I butë. Allahu I lartësuar thot: Inna Rabbi latifun lima yasha'u. Vërtet Zoti im është I butë me këtë dojë. Surja Yusuf, ajeti 100. Allahu është bamirës, latif, I butë, që I bën melekët e Tij të mbështesin e të ndihmojnë besimtarë, të nxisin ata për vepra të mira dhe për bindje ndaj Tij, të hedhin në zemrat e tyre dashuri të mjaftueshme për fen, punë të mira dhe për bindje ndaj Tij, duke u azbukuruar e lehtësuar të gjitha këto. Allahu është bamirës, latif, që mundson robëve forcën, mundsinë, mjetet e kushtet e nevojshme për t'i penguar nga rruga e keqe dhe gjunahet. Allahu është bamirës, latif. Ai ka pajisur besimtarët me dashuri të natyrshme për të vërtetën dhe me vullnet të mjaftueshëm për ta pasur këtë të vërtetë. Bamirësia është një nga cilësitë e Allahut të lartësuar, që tregon dijen e Tij të gjerë, butësinë, mëshirën dhe përkujdesjen e Tij të madhe për krijesat. Ekuacioni I thjeshtë. Allahu I lartësuar thot: Innal hasanati yudhhibna sayyiat. Dhalika dhikra lidhakirin. Veprat e mira I shlyn veprat e këqija. Këshill vlen për ata që I pranojnë këshillat. Surja Hud, ajeti 114. Po nuk mundet ta heqësh qafe mëkatin, atëherë rrethoje me punë të mira, se shejtani të mposht një herë, ke mundsinë t'i kundërvihesh me 1000 adhurime të tjera. Pra për sa kohë që ti mëkaton I dërmuar, kështu I kthehesh Allahut I turpëruar, ndihu I sigurt se je në mirësi e rrugë të mbarë. 5 namazet e detyrueshme dhe ato vullnetare që u bashkangjiten konsiderohen si veprat më të mira dhe më të shpërblyeshme. Përveç që sjellin mirësi të shumta në dynjë dhe ahiret, namazet I fshin e I largojnë të këqijat. Ky është një kujtim I mrekullueshëm për ata që I kujtojnë mësimet e Zotit.